Selam aleikum motra e vllazër. Aleikum selam wa rahmatullah. Mirë se keni ardhur në kullën time të Maliqismarit, që është kulla ime edhe juja. Unë e ku marru, po kjo kullë është për musafir. Welcome to the Kula, the room. It's named Kula or Oda, which he built. It's for him and for us. Që 10 vjetë këtë kullë e ku marru, shenjt babgjysh dhe babgjysh e me ka pos vesh kullën, vesh shpinë, unë e ku marru që ashtë. Për këtheja. He built the Kula, the room, for almost 10 years for his grandfather. Shka ku pos musafir që 10 vjetë, po kon një alikrasnin që i Bajram Bajan, kon edhe petar dhe kontar. E loj shahiji tash e kom sali Bajram me në tjerë, po asë njëherë, shaja, musafir ma të mirë se ju s'kum pas. I had many guests for 10 years and I always brought them here, but you are the best guest I ever had. Sepse ju të musliman edhe shqiptar. Because you are Muslims and Albanians. Unë në shkort kam qenë në qabe, numërën ka që një sebepi jemi, se si kam On February I was to the Kaaba. Oh, mashallah. Edhe atje ku po lezet jetës. 69 vjet i bajnë edhe pak, lezetën e jetës gjatë qatë 12 vitëve e ku po. E ku shiju. And I saw E në Kosovë sot. Kosovë sot që plot vllazën e motra mu ka bu shumë. And I was very emotional in the Kaaba, and also today I'm almost the same emotion because my Oda is full of Muslim brothers and sisters. Në qabe në shtë një kona e kush në shtë ju. Në qabe ishtë me qatë njetë që të shkojsh, peja dhejut të natje, me qatë njetë knaqësh. Shko me njetë mirë, ki mu knaqësh, shko me të kesh ti me po, dhe një hojt një ditë tha, një gru i shku, 7 herë qapën se ka po, se kishë bon punësia dhe së në ka po. E ka prejkë për sot se këm po. E sholla e bon zotit, mos më ligu me shku krejtve. May Allah make you all of Edhe you los, edhe ju gjithë lutno, Allah i një mod drejtit. May Allah make all of you possible to go in the Kaaba, and if you have a good intention, you're going to reach it with a good intention. Na muslimant nuk jem të një anshëm, nuk e urrejm as katolikin, as ortodoksin, We Muslims don't hate anyone, nor the Catholics, nor the Orthodox. Po jemi mu lutë e bon dova me që ato shka mujnë, Allah i një mos të drejtit. May Allah have the judgment. Palestina, kur ku i kesh si ka bon, na dhe unë e vetë, vrasin pleq, fëmijë, spitalim në të smut, shkollat, krejt, gjdo gjën bojnë. Palestine never did a evil to anyone, but they're being killed. E Allah i përmjësuf krejt botën, me ikë lufta, se po bojnë pache me dhunë. E bombardan, thot hajde bojnë pache, aja su pache, aja su demokrasi. Zoti i rujt vllazën e motra nuk pju lodhin May Allah ashtu. save you. Prej kanalës pas ke ardh, Allah i rujt e mëdhim që atje, po rrugën një. Namazin mos e leni një, edhe veprat e mira. Do not let the praying. Never neglect the praying. Se shkonin në xhami unë shumë në Kosovë, po ju thonë ku që kam qape shkon po, edhe në xhamia jem Salamadi. Hajde makni, hajde atje 1 milion, 2 milion vet, kur s'po thej ke hajde hapi kontë. Po, pe këshur keni unë ishur 1 milion, 2 milion vet, më falë si duhet. E këto të na, edhe o gjallvarët ju thonë Salamadi jemi pak. Namazin respektone edhe veprat e mira. Se ban namaz, veprat e këshira, ajo në fiskulturë. Respect prayer and do good deeds. This is very important, guys. I feel like Që tashti, ka një apo të një ka një kohë. Jo se s'kem po janë vurën dranaska në shumë një herë. E vëlla jo kësha qitë. Dhe ti i kohët. I Glarevës, Po Glariv se arrova. A je atja? po. I kam do shok Glariv kur krys fejzë të qesin. Allah Kur ju vinë këtu të unë, mos i falim na kur falim, ma le qa u lutë për ne po, shka lutë, u lutë a zot jep në në ku s'ka. E zot ja ushtim në më falë. Psa kujtove për lutë në inshallah i fshat zotë i bëgjehnemi ta? Fur, 3 nuk fali, pse mu luton, që mu luton dhe falu vetë. Allah s'përblet. Allah s'përblet. Zoti ju të vllazën e We're going to motra. leave now. Okay, guys, wait. Ju sjell fat mirë djemve edhe qika, sepse u bon sot shumë problem, qika e mirë djallin kujna me marë. Po dhe djallin mirë qikën e kujna me marë.
Se jemi degeneru njerëzimi përgjithësi. Në më fjallën pa. Hajë bonshi, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Se i kresu se pjesë në thull pas në islam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي يعني we thank Allah subhanahu wa ta'ala who allowed us to witness this moment because it's a very important moment. It's one of the highlights of our trip to cross path with one of the Muslims that he is really, sincere, and he's really loving the Islam and loving Muslims. And always we find that people that are, attached to the religion in this countryside, and you will find them that you never know them, and they are not known for us, but they are known for Allah, before Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala knows them because they have sincerity in their hearts. And even if we don't know them, they are not famous, they are not coming, to them. Allah subhanahu wa ta'ala allowed us to come here today to meet with them and to have this sincere moment with them of welcoming. May Allah subhanahu wa ta'ala bless this house. May Allah subhanahu wa ta'ala bless this family. Ameen. May Allah subhanahu wa ta'ala fill this family and house with barakah. May Allah subhanahu wa ta'ala benefit all of you from this spirit of sincerity and the wisdom he has shared with us, and the last advice he has shared with us, to never neglect our prayers and never leave our prayers, and always be keen to follow our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu So on this wassalam. occasion, we would like to read Surah Al-Fatiha here, so as a token of bliss and token of barakah, to live with this Al-Fatiha. We'll read it together out loud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Do me thonë i dy thonë një faleminderit për të jem, mulla e kupi së qonit para ti ku një hafu ziladës, të qonin Macedoni. Pa i qënqore burra sa ma shumë që punoj kundër Islamit, Evropë, krejt bota, Allah e javë qërë Islamin zemër atje. As much as they work against Islam, Allah will send Islam to them. Edhe vërtet krejt Evropën në mush musliman, e në Amerikë, e në Angli krejt botën. Sepse garancion prej Zotit, superfuqi botnore, e botës e rritu vetëm Zoti. E këta tjerë si rrokën në zveti, jam superfuqi, këto janë gënjeta, vetëm Zoti pa thonë s'bon kurgja. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. They wanna distinguish the nur of Islam and the nur of Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala will continue to shine His nur against their will. May Allah bless you. Faleminderit shumë për ju. Faleminderit. Gjoni mu një tube i lazmani se qmoni në katon, pere në krejt, se në gjoni, vijin. You can find him in YouTube. Erë një dit ju motra për ju thamë. You have Instagram? Erë një dit një gazetore, para në papite, atja si në të ju, ta kam i frej, e binda ta kam i frej. Kore erë para këtë benzite? Shti pas ke shumë atë maj, ma shtyje numër së maj dhe kore. Thëq, hemna nuk do një regullu vorit vetë, jo të tjerë, jo të e përshu, jo një gjyru. Jo nuk jeni i shodh ashtu po flasë, si me një tjerë. Do si moshri si femna me ditë drejtat e vita. Drejtat e femnave, edhe të moshur nuk janë të regullume mas një shtetë dhe botë përveç Islamit. The rights of the man are the best. Ata tjerë shmejnë barabarta demokraci, është rënë. Allah Na boha Allah e faleminderit shumë. Amin. Zoti ju i ketë. Amin. So, Hajde, mashallah. Alhamdulillah. Oh, it's like Hajde që të një dhe u krejtë. authentic.
Cominciare te che sì. Maşallah. Maşallah. Kardeş, şu. Пускай им.